Sulmi i përgjakshëm në redaksinë e Charlie Hebdo dhe pengmarrja rreth 20 personave në një supermarket nga Ahmed Koulibaly kanë qenë të përgatitura dhe të mirë organizuara nga dega e Al-Qaedës në Yemen. Televizioni francez BFM ka arritur të sigurojë një intervistë telefonike gjatë së premtes me Sherif Kouachi, një nga dy vëllezërit që kryen masakrën në Charlie Hebdo. Gjatë intervistës, e cila zgjat rreth 2 minuta, Sherif Kouachi i rrëfen gazetares se është stërvitur në Yemen nga imami Anwar al-Awaki, nën shtetas amerikan i vrarë në vitin 2011 nga sulmet e avionëve pa pilot. Nous on te dit juste que on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé moi Sherif Kouachi par Al-Qaeda. Në intervistë, Sherif Kouachi deklaron se 12 gazetarët e vrarë për të nuk ishin civil, por thjesht objektiv që duheshin të eliminoheshin për shkak të fyrjeve ndaj Islamit dhe profetit Muhammed. Ai gjatë intervistës pranon se është stërvitur së bashku me luftëtarët e Al-Qaedës në Yemen. Ndërsa policia mban të rrethuar 2 vëllezërit në periferi të Parisit, pengmarrësi tjetër Ahmed Koulibaly telefonoi në redaksinë e televizionit BFM dhe pranoi se ai ishte autori i vrasjes së policës 26 vjeçare. Ai tha se nuk është pjesë e Al-Qaedës, por se ka ndjekur udhëzimet e Shtetit Islamik. Mëtej, Koulibaly shtoi se me veprimet e tij kërkonte të mbronte myslimanët e shtypur, veçanërisht ata në Palestinë. Për këtë, ai kishte zgjedhur që pengmarrja të bëhej në supermarketin me pronarën hebre. Pengmarrja në supermarket nga Koulibaly dhe rrethimi i vëllezërve Kouachi do të merrte fund me vrasjen e tyre nga forcat speciale franceze.